kjo deklarat ka shumë fuqi, e ndjen atë ndjesin. Edhe credo do të thotë e besoj me gjithë zemër. Në latinisht kjo fjala ishte, kjo shpallje fillonte me këtë fjalën credo, dhe fjala credo është nga latinishtja është fjala që ne dim kredibilitet për shembull, ose bindje, ose besimi fort, e besoj me gjithë zemër në rastin e tyre, e besoj me gjithë zemër sa jam gati t'jap jetën për këtë lloj deklarate dhe këtë lloj besime, e besoj me çdo gjë timen që Perëndia është Ati, që Perëndia është Ati gjithëpushtetshëm, krijuesi i qiellit edhe i tokës. Një gjë për të theksuar e veçantë kjo credo nuk fillon me ne, veta e parë numër shumës, fillon me unë. Unë është shpallje personale, jo ç'a besojmë ne, jo ç'a besojnë gjithë, jo ç'a besoj shtëpia jonë, jo, unë personalisht, unë besoj. Edhe është në një farë forme, tregon një farë themeli, unë besoj në këtë gjë, edhe mbi këtë gjë e kam bazuar jetën time. Nuk është diçka e përgjithshme që a besojmë te Zoti? Po, besojmë gjithë, fisi jonë një herë të tha, gjithë besojmë. Nuk është e përgjithshme, por që është shumë personale dhe është shumë specifike, siç ishte ajo pjesa e parë. Si ishte pjesa e parë? Unë besoj në Perëndin që është Atë i gjithëpushtetshëm. Edhe e di pse kishte rëndësi në këtë kohë, e di pse kishte rëndësi, sepse si atëherë, edhe këtë herë, shumica e njerëzve besojnë te një Zot, një superfuqi, te një gjë e madhe. Ka shumë gjasa nëse ti pyet te fisi jot, te familja jote, ose a beson te Zoti? Po, besojmë, gjithë besojmë. Edhe shumica e njerëzve besojnë në një lloj hynie të madhe. Por kjo shpallje e shekullit dytë ishte shumë unike atëherë edhe sot, sepse e përshkruan me detaje se si është Perëndia. Nuk është, po besojmë në një Zot, ma siç kemi të gjithë. Jo, e përshkruan me detaje dhe thotë, unë besoj në një Perëndi që është Atë i gjithëpushtetshëm. Edhe vetëm të kjo shpallje e parë, ka dy gjëra aty. Perëndia që së pari është Atë, që do thotë është shumë i afërt, edhe së dyti është mërësisht i fuqishëm. Besoj në një Perëndi që është shumë i afërt, është si Atë për mua. Besoj në një Perëndi që është gjithfuqishëm, që ka gjithë llojet e fuqisë. Edhe ngjan një çik me modelin e lutjes si Zoti Jezusi ke Mateo 5:9, nëse e mamen. Si u drejtua Jezusi Atit, kur mësoi dishepujt si të luten, si u drejtua? Si mësoi? Tha, drejtoju në Perëndis si Atë, ju pra lutuni kështu. Si? O hyni e madhe që mbush qiellin dhe tokën, që shkon nga Marsi deri në Jupiter, si ti drejtohemi Perëndis? Edhe Krishti tha, drejtoju në si Atë, o Ati ynë që je në qiell, o shejtëroft. Edhe ishte shumë unike, sepse Jezusi e përmendi këtë gjë për herë të parë, se si mund t'i drejtohemi Perëndis. Edhe shiko, ne sot edhe mund mos na bëj përshtypje, se edhe na është vra veshin çik ndër vite, ndërkohë, na vritet veshi me deklarata të tilla, por në atë kohë ishte shumë heretike. Të besoje një gjë të tillë ishte shumë heretike, sepse gjithë zotat që besonin grekët ose romakët ishin zotat të largët, ishin shumë ndryshe, madje shumë prej zotrave të atyre ishin dhe të egër. E do të rri gjithkohë duke i qetësu, duke i marrë me temena, se mos mërzitet, na çon ai fortunë, na çon ai këtë, na çon ai këtë. Por mënyra se si e përshkruan Bibla Perëndin është i afërt. Atë ytë, është i yti, është i dashur. Edhe, shiko, për dikë kur i drejtohesh Perëndis si Atë, mund edhe të mos ngjall në ndjej të mirë, nga që mund kesh pasur në marrëdhënie jo fort mirë me baban, ndoshta babai ka qenë i vështirë, ndoshta ai qenë larg shtëpisë, ndoshta ai qenë i ashpër, apo çfarë lloj situate që mund kesh kaluar në jetë, por Bibla e përshkruan Perëndin si Atë i dashur, Atë i mirë, që nuk do të lërë, nuk do të braktis. Prandaj dua për një moment ta lësh çdo lloj përjetimi, nëse ke pas një përjetim negativ me baban, do ta lësh për një moment e të mendosh se ja se si e përshkruan Bibla Atin Perëndin. Unë do prek vetëm 4 gjëra shumë shkurt që thotë. Ati qiellor, Bibla thotë, është një Atë që është gjithmonë me ty. Nëse Ati toksor s'ka nej shumë në shtëpi, Bibla thot, Ati qiellor është aty gjithmonë. Nuk do të lërë, nuk do të braktis. E dyta, Ati qiellor është i dhemshur.
Nëse ati toksor mund këtë qenë i ashpër, apo nuk kënaqej kurrë, ati qellor është i dhemshur, është plot dashuri, shkrimi thot na jep mëshirë të re çdo ditë. Edhe e treta, ati qellor është i afërt, siç thot Psalmi, nëse ati toksor ka qenë i ftohtë, ati qellor është i afërt dhe dëshiron të rri sa më afër nesh. Edhe e katërta, ati qellor gjen kënaqësinë në ty, thot te Sofonia kapitulli 3. Nëse ati toksor ka qenë i vështirë apo ka qenë njëri kritik apo dikush i kërkon të llogari gjithkohës, ati qellor kur ti zgjedh Krishtin, shkrimi thot, ai është i kënaqur në ty. Është shumë e bukur. Perëndia ynë është atë perfekt, është atë i dashur që na shikon gjithmonë, që kujdeset gjithmonë, që na ndjek gjithmonë, që është aty gjithkohës. Edhe jo vetëm që është i tillë, por është edhe i gjithëpushtetshëm. Edhe pse ka rëndësi kjo? Ka rëndësi sepse një atë është shumë e rrallë që një atë toksor t'i ketë, ose do jetë i dashur, edhe nuk ka mundësi të ndihmojë dhe plotësoj nevojat, ose ka mundësi të plotësoj nevojat sepse punon 2-3 punë, por nuk ka kohë dhe mundësi të jetë i dashur. Ndërkohë Perëndia atë i ka të dyja. Është shumë i dashur, edhe ka shumë mundësi gjithkohësh. Shiko, fjala që është përdorur në latinisht për këtë gjithëpushtetshëm është omnipotent. Edhe ka kuptimin, omni do thot shumë, potent do thot fuqi, dikush që ka shumë lloje fuqish, dikush që ka shumë lloje pushtetesh. Edhe i tillë është Perëndia, ai shkrimi thot fuqia e tij nuk ka me këtë krahasohet. Ai ka pafundësi fuqish. Kur na herë të shërbesa studentëve ose youthve, kur përdorim si icebreaker një pyetje të tillë, nëse do kishe një super fuqi, cilën do zgjidhje? Edhe merrnin shembujt e Marvel movies o këto superherojt. Unë do doja të isha si ky, do doja të isha si ai me radhë. Por shiko, Perëndia i ka gjithë omnipotent, gjithë pushtetet, gjithë fuqitë, edhe është i pakufizuar në kohë. Vjen nga përjetësia, shkon drejt përjetësisë, aty është i gjithë pushtetshëm, edhe është. Pyetja është, ore, ç'a kuptimi ka kjo për ne? Mirë që është, por ç'a të mirë ka për ty, për mua, për secilin prej nesh. Ama e vërteta është që ç'a do lloj gjëje që mund të jemi duke kaluar ose do të kalojmë. Le të kujtojmë, shikon, nëse po kalon ai sfidë të puna, ose të martesa, ose të lidhja, ose ke dyshime, ose ke frikra, nuk e di ç'a shpresosh për të ardhmen, ç'a të besosh për të ardhmen. Kur ti lutesh për atë gjën, kujtohu se kujt po i lutesh. Po shkon para atit, kujt? Ati që ka gjithë llojet e fuqisë, ati që ka gjithë llojet e mundësive, ati që është i gjithë pushtetshëm. Edhe ndoshta nxitja ime do ishte, kur shkon para atit, ndoshta është mirë dhe të biesh në gjujë, si nderim para një Perëndie, para një mbretit të tillë që është i gjithë pushtetshëm. Edhe sigurisht i lutu në herë, o Zot, e drejtoju o Zot, por shkrimi thot, e veçantë do ishte çfarë, kur ti drejtohesh si atë, o atë. Atë i gjithë pushtetshëm. Vi para teje edhe t'ja thu ato që ke. Edhe nxitja ime do ishte sa herë që sjell një sfidë, edhe çdo lloj gjëje që po kalon, mos harro se po shkon para fronit më të madh gjithë botës. Edhe shkrimi thot tek hebrejve, ky fron na është çel, na është hap për shkak të Krishtit. Kur ti zgjedh Krishtin, hebrejve thot, le të shkoj me guxim para fronit hirit, edhe është froni më i madh që ekziston në botë. Edhe në atë fron është i vetmi që është 100% i drejtë, 100% i shejtë, sovran, mbi çdo gjë. Që sa herë që lutesh, kujtohu, po drejtoj atit atë, o atë i gjithë pushtetshëm. Po të kërkoj ty, ç'a është kjo për ty? E di që ti mundesh edhe e ke pushtetin, edhe shkrimi thot ai dëgjon gjithkohës, edhe shkrimi thot ai vepron gjithkohën. Veshi i Zotit nuk është i shurdhër për të mos dëgjuar, dora e tij nuk është e shkurtër për të mos vepruar. Pra, kur ti lutesh, lutu këtij Ati gjithë pushtetshëm, edhe kujto na njerëz se siç bëjmë ne prindërit për fëmijët. Ne për fëmijët tonë na interesojnë edhe gjërat e vogla, edhe gjërat e mëdha. Për fëmijët na intereson dhe gjërat e vogla, për shembull, a ka ngrënë bukë sot, a i ka vesh çorapet, a i ka fut gjithë librat në çantë, a i ka marrë bidon e ujit, edhe sa na interesojnë dhe gjërat e mëdha. I njëjti është edhe Ati i Perëndi.
ati interesojnë gjërat e vogla të përditshme, aq sa që interesojnë gjërat e mëdha dhe e ardhmja e secilit prej nesh. Kështu që po ti vetë, kur imagjinon Perëndin, ç'a beson lidhje me të? Ç'a beson? Si fillon te kredo? Unë besoj që Perëndia si është ati gjithëpërshtetshëm, edhe është